Dua të rikujtojmë gjithashtu se Ramush Haradinaj i ka mbështetur më sa kërkesën që zonja në fjalë ka bërë dhe ju e keni cilësuar këtë se një turp i madh. Pse ky reagim nga ana juaj? Pse keni reaguar kaq ashpër ndaj zotit Haradinaj? Për mu zoti Haradinaj ka qenë një heroj tepër i veçantë. Një njeri edhe një politikan që kam dashur me shpirt edhe me zemër. Edhe unë hala kam respekt për ta. Por punën, qysh ka dëshira i me captu Kosovën e me ja dha një femnes që u taku me Milan Radojčićin edhe që ka urdhrat pi Beogradit, që atu ka i dnu shumë. Sepse si një njeri që ka humbur vllaznit në luftë, një njeri që vjen nga një familje tepër historike, pas familjes Jashar është familja Haradinaj. Një njeri me dalë pi asaj familjes që ka thënë të gjitha për Kosovë, me dalë e me fol me mbështet Duden Balen për coptimin e Republikës e Kosovës. Për mu nuk është as zemra e patriotit, nuk është as një pjesa që është normale. Nuk është situata hiç normale, sepse une jam rritun edhe jam shkollum për fatin e keq në Serbi, edhe jetoj për Republikën e Kosovës, edhe me mprek dikush Republikën e Kosovës, unë jam gati në çdo sekund me nis me luftu për tokën të. Edhe ai si një luftetar po thot që është gati me pas marrëveshje me Duden Balen edhe me ja jap komunat bosnjake. Për mu s'ka kuptim. Si mendoni ju se po ndikon Serbia në ngërçin e të zgjatur të konstituimit të institucionit të Kosovës, dhe cila është zgjidhja në gjykimin tuaj? Po për mu zgjedhja e vetme është mu bashku shqiptarët, edhe mos me pas armiqësinë ndaj vetit, sepse çdo problemi që është në kuvendin e Republikës së Kosovës edhe në vetë shtetit e Republikës së Kosovës, serbët janë të kënaqur. Republika e Kosovës ka qenë në një situatën tepër të tmerrshme, që është lufta e Kosovës, siç e dim krejt çka ka dashur me baja Serbia neve. Por, une çka e kisha tha krejt politikanëve, të shqiptarëve, është me u bashku. Edhe mos me knaq një Duda Bale, mos me knaq një Demo Berishën, mos me knaq një Nexhmedin Spahiu, po me u bashku. Edhe me qitë Republikën e Kosovës sa më nalt. Amina, nga shkallët e stadiumit djemtë nga Novi Pazari në sfidat përballë Partizanit të Beogradit kanë brohuritur që ju kurrë do ta merrni Kosovën. A tregon kjo se patriotizmi dhe ndjenja kombëtare e shqiptarizmit është ringjallur dhe tashmë shqiptarët aty nuk kanë më frikë ta buçasin atë ndjenjë që kanë? Ka ndohur edhe para 2 vite kur ka qenë ndeshja Partizanit Novi Pazarit, kur njoni ka përmen emrin e komandantin Hashim Thaçi, e ka thirr krejt stadiumi Hashim Thaçi, pastaj e ka nisur njoni, ka tha thoni Albin Kurti, krejt stadiumi ka nisur Albin Kurti. Situata është tepër e mirë tash, sepse njerëz janë afru ka kombin e vetë. E kam pa që shqiptarët e Republikës së Kosovës janë vllazën tonë, janë gjaku jonë. Edhe që Republika e Kosovës është e parja, nëse ndohet diçka në Sanxhak, Republika e Kosovës na qel derën neve. Edhe na s'kem ku me shku përpara, përveç ka Republika e Kosovës. Edhe njerëz këtu e kanë kuptu qatë situatë, sepse këtu në për televizionet thojnë që shqiptarët janë të keq, shqiptarët e urejnë Sanxhakun, shqiptarët e urejnë njerëz që jetojnë përveçsisht në Sanxhak. Po kur shkojnë në Kosovë, kuptojnë që asnjë fjalë të Serbisë nuk janë të vërteta. Shumë herë
unë kanë dalur njerëz në rrugë, unë kanë tha që policia e Republikës së Kosovës sillen tepër të mirë me njerëz tonë nga Sanxhaku. Çka mu më bën tepër të lumtur, tepër krenar. Unë e që gati 2 vjetë e gjysë jam shënjestarja e regjimit serb këtu, në Sanxhak, sepse që gati 2 vjetë e gjysë jam të ndalur në për pikat kufitare, gjithë kur du me udhëtu për Republikën e Kosovës. Ato çka ka ndodhur në Brnjak mu nuk është hera e parë, sepse unë e gjithë për shembull kur udhëtoj me makinën ose me njerëz të zyres, u ndalin 3 ose 4 ose 5 orë që shdojnë ata. Edhe gjithë është një farë situata të mërshme, se unë nuk e di a ka me më arrestu, a ka me marrë në pytje, a çka kanë me mbo ata. Edhe aja që ndodhi zonjes në fjallë është e njëjtë si kur mu, se unë një herë pa ta udhëtu me familjen tem, edhe nanën e kam pak smut, se është njeri me telashet e zemrës, edhe u doft me qunë të mjeku në Kosovë, edhe kur shumë gati të shku në pikën kufitare të Brnjakut, na ka nalë policia serbe gati 5 orë. Për 5 orë? Për 5 orë, edhe pse nanën e kam pas smut, edhe pse u doft me qute mjeku në Kosovë, gati 5 orë në kanë nalur, e veç qashtu, në makinë kena prit. Edhe e kam kuptu që ata janë të bo një presion, jo të njerëzore, sepse ata kam pas mundësi mu me marrë. Edhe nanën tem edhe nusjen e vllaut me lshu. Po, ata s'kan dasht qështu krejt familjen tem me maltretu bashkë me mu. Ato çka ka ndodhur është një situata tepër e tmerrshme, sepse na si femnat mas pari, duhet me qetë mbrojtur nga ana e Shqipnisë dhe nga ana e Republikës e Kosovës. Po për fatin e keq përveç zotri Albin Kurti që e ka ngritur zanin për mu, as një politikan shqiptar, as në Republikën e Kosovës, as në Shqipni, as politikantët tonë që janë në Serbi nuk kanë ngritur zanin për Amine Nuraj edhe maltretimet që u bën mu policia e Serbisë, policia kufitare, edhe bia e Serbisë mas pari. Se kësi hovi kur kanë dalur në pikën kufitare të Brnjakut, kur kanë marrë pi autobusit, ai polici bajke, na nuk kem problem me ty, se na e kena kontrolu krejt Facebookun tonë, e din krejt qka e të bo, po ti në asnjë pik nuk jetu shkel zakonat e Serbisë. E tash problemi është te bia e Serbisë, sepse ata të përcjellin. Edhe që shë kam unë informatën, s'di sa është e sakt, bia e Serbisë më ka qitur mu në listën e zezë. Lista e zezë është tepër rrezikshëm kur e qit një bia.